Zoti ka një plan për shpat ditët e ardhshme të jetës suaj. Ndoshta sot ndihesh i rënduar, ndoshta pret një përgjigje që nuk ka ardhur, ndoshta ke lutur, ke pritur, ke duruar, dhe zemra jote po pyet në heshtje. Kur do të ndryshoj diçka? Përgjigja është tani, pikërisht tani, sepse Zoti nuk punon sipas kalendarit tënd, por ai punon çdo ditë, çdo orë, çdo moment. Dhe në 7 ditët e ardhshme, ai ka 7 gjëra të veçanta gati për jetën tënde. Mos shko askund. E hena fillon me diçka që nuk shihet, por ndihet thellë. Zoti nuk fillon javën tënde duke ndryshuar rrethanat e jashtme. Ai fillon duke ndryshuar mënyrën si i sheh ato rrethana. Sepse njerëzit nuk vuajnë nga mungesa e bekimeve, vuajnë nga pamundësia për t'i parë ato. Sot Zoti do të hapë sytë e zemrës suaj. Do të filloni të shihni dashurinë e njerëzve rreth jush që keni marrë si të mirë qenë. Do të vini re se keni shumë më tepër nga çfarë mendoni. Do të kuptoni se rruga që po kërkoni ka qenë para jush gjatë gjithë kohës. Ju thjesht po shikoni në drejtim tjetër. Kjo është dhurata e parë e Zotit. Sytë e rinj, jo situate re, por perspektive re. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sepse kur ndryshon mënyra si sheh, ndryshon edhe mënyra si vepron. Dhe kur ndryshon mënyra si vepron, ndryshon edhe rezultati. Gjithçka fillon me të parë si Zoti sheh. Sot lëre atë të japë sytë e tij. Lutu thjesht, Zoti im, tregom çfarë nuk po shoh dhe shiko çfarë ndodh. Ka diçka në jetën tënde që ke provuar të hapësh dhe nuk ka funksionuar. Një mundësi biznesi, një marrëdhënie e thyer, një ëndër e shtyr, një derë pas së cilës ke rrahur duart derisa të dhemnin. Dhe ajo mbeti e mbyllur. Mos e humb shpresën para të martës, sepse Zoti është Zoti i dyerve të mbyllura. Ai hap atë që asnjë njeri nuk mund ta mbyll, dhe mbyll atë që asnjë njeri nuk mund ta hapë. Kur ai vendos të hap një derë, asnjë forcë në këtë botë nuk mund ta ndalë. Jo kundërshtarët, jo rrethanat, jo historia e kaluar, asgjë. E martja do të sjellë një lëvizje në atë fushë ku ke pritur më shumë. Mund të jetë e vogël në fillim, një telefonat, një email, një takim i rastësishëm, por mos e nënvlerëso fillimin e vogël. Çdo lum i madh fillon me një pikë ujë. Kur të vijë ajo shenjë e vogël, njohje. Thuaj Zotit faleminderit dhe hap hapin e ardhshëm në besim të plot. Dera e tij nuk ka kyç që njeriu mund ta bëjë. E mërkura është dita e surprizave hyjnore. Zoti ka mënyrën e tij të veçantë të dërgimit të lajmeve të mira, dhe ato vijnë gjithmonë nga ku nuk i pret, nga një njeri që nuk e menduar, nga një drejtim që ke konsideruar të mbyllur, nga një moment kur ishe i zënë me gjëra të tjera dhe nuk po pritnit asgjë. Ky është stili i Zotit, të befason kur je gati të heqësh dorë. Sot mos shko me kokë ulur, mos kalo ditën i mbyllur brenda mendimeve negative. Hap syt, hap veshët, hap zemrën, sepse lajmi që pret mund të vijë sot. Mund të jetë një mundësi e re pune, mund të jetë lajmi mirë shëndetësor, mund të jetë një person i ri që hyn në jetën tënde dhe ndryshon gjithçka. Zoti komunikon nëpërmjet njerëzve, rrethanave, momenteve të vogla, që duken rastësi, por nuk janë kurrë rastësi. Kur të vijë ai lajm dhe do të vijë, mos thuaj është shumë mirë për të qenë e vërtet. Thuaj, faleminderit Zoti im, e dija se po punoje. Mes gjithë zhurmës së jetës, punës, familjes, shqetësimeve, ekraneve, ka momente kur Zoti kërkon vetëm një gjë, heshtjen tënde. E inta është ajo ditë. Nuk është dita e aksionit, është dita e dëgjimit. Zoti do të flasë sot, jo me bubullim nga qielli, jo me vizion dramatik, por me atë zë të qetë dhe të sigurt brenda teje. Ai zë që di ta dallosh kur je mjaft i qetë për ta dëgjuar. Ai zë që thot, ky është rruga, ec. Ai zë që jep qetësi, jo konfuzion, drejtim, jo frikë. Sot, gjej 5 minuta heshtje të vërtet. Ik nga telefoni, ik nga zhurma, ule dhe thuaj thjesht, Zoti im, jam këtu, dëgjoj. Dhe pastaj, dëgjo. Mund të vi si një mendim i qartë, si një fjali nga një libër, si fjalët e një këngë, si ndjesia e thjesht e paqes pas ankthit. Zoti flet me mira gjuhë, por vetëm zemra e qetë mund t'i kuptoj të gjitha. Mos e humb mesazhin e së ejndës. Ka dikë që ju ka bërë pa drejtësi. Ndoshta e dini kush është.
ndoshta është person i afërt, ndoshta është dikush në punë, në familje, në jetën tuaj shoqërore. Ju keni heshtur, keni glotitur dhimbjen, keni vazhduar, sepse keni besuar se Zoti sheh, dhe ai ka parë çdo gjë. E premta është dita kur drejtësia hyjnore lëviz. Jo hakmarrja, drejtësia ka dallim të madh. Hakmarrja shkatron të dy palët. Drejtësia hyjnore rregullon ekuilibrin pa shkatruar shpirtin tënd. Zoti ka numëruar çdo lot të heshtur, ka regjistruar çdo padrejtësi, ka parë çdo betejë që ke bërë vetëm, pa dëshmitar. Besot ose brenda kësaj jave do të shohësh lëvizjen e tij. Mund të jetë e qartë, mund të jetë e fshehtë, por do ta ndjesh atë ndjenjen e thellë që thot Zoti ishte me mua gjatë gjithë kohës. Deri atëre, bëj vetëm një gjë. Fal. Jo sepse tjetri meriton, por sepse ti meriton liri. Falja nuk është dobësi, është porta që hap rrugën për drejtësinë hyjnore. Zoti është Zoti plotësisë, jo i gjysmës, jo i pakit, i plotësisë. Unë kam ardhur që të kenë jetë dhe ta kenë me bollok. Kjo nuk është poezi, është premtim. Dhe e shtuna e kësaj jave është dita kur ai premtim fillon të materializohet në jetën tënde. Lëvizja financiare nuk do të thotë domosdoshmërisht shumë të mëdha menjëherë. Mund të fillojë me diçka të vogël, por e rëndësishme është drejtimi. Një mundësi e re, një kontakt i duhur, një ide që papritmas bëhet e qartë, një burim që nuk e kishe parë. Shumë njerëz presin bekimin financiar si të bjerë nga qielli, por Zoti zakonisht e dërgon nëpërmjet njerëzve dhe mundësive. Prandaj, sot hape mendjen. Mos refuzo mundësinë sepse duket e vogël. Mos hiq dorë nga ideja sepse duket e vështirë. Çdo copë e madhe fillon me sharrën e parë. Çdo pasuri fillon me vendimin e parë të besimit. E shtuna është dita jote për të marrë atë vendim dhe për ta lënë Zotin të bëjë pjesën e tij. Dita e 7 është dita e Zotit dhe ai e rezervon për diçka të veçantë, restaurimin e plot. Jo gjysmë, jo pak, plotësisht, tërësisht, lavdishëm, më shumë nga çfarë ke humbur, më shumë nga çfarë ke kërkuar, më shumë nga çfarë ke imagjinuar. Jobi humbi gjithçka dhe mori 2 fish. Jozefi u shit si sklav dhe u bë sundimtar. Ruta mbeti e ve e varfur dhe u bë nëna e mbretit. Historia e Zotit nuk mbaron kurrë me humbje, mbaron gjithmonë me restaurim. Kur të arrijë diela e kësaj jave, do të kthehesh prapa dhe do të shohësh, çdo ditë kishte qëllimin e vet. Hëna hapi syt, martja hapi derën, e mërkura solli lajmin, e enjta solli drejtimin, e premta solli drejtësinë, e shtuna solli bekimin, dhe e diela mbyll gjithçka me premtimin e plot të Zotit. Nëse ke besuar deri këtu, nëse ke lexuar deri në këtë fjalë, kjo nuk është rastësi, kjo është shenja jote. Fati yt po restaurohet. Tani, këtë javë, para të dielës.